Nga kjo e martë, marrëveshja e pensioneve me Italinë ka nisur zbatimin në praktik. Përfituesit pritet të arrijnë në gjysmë milioni shqiptar. Kujdo që i ka lindur e drejta për të përfituar mund të aplikojë në zyrat e sigurimeve shoqërore të Shqipërisë dhe Italisë. Murat Kloboçishti është një ish emigrant shqiptar që ka punuar mbi 10 vite në Itali, përfitues i kësaj marrëveshje. Kjo është një drejtësi e vonuar, por sistemi ne shprehim popullor më i vonë kur tashti këto janë procese edhe politike që duan dhe kohën e tyre. Ish emigranti është një nga mira shqiptarët e parë që emigroi me anije nga Durrësi dhe nisi punë në Itali në vitin 1992. Është brezi im në emigrantët e parë të marsit 91 që filluam punë dhe unë dhe shumë si punoj me brezi jon që mund të jemi rreth 20-30.000 shqiptar që kemi filluar punë para 1996 ne digjeshim pjesën shqiptare kam të mbyllur. Mu më digjeshin vitet në Itali sepse kam 10 vite gjysmë në Itali dhe pa marrëveshjen këto 10 vite gjysmë mua më digjeshin. 5 janë fushat që mbulon kjo marrëveshje: pension pleqërie, pension familjar, pagesë invaliditeti, barlindje dhe pagesë papunësie. Në faqen e sigurimeve shoqërore shqiptare është publikuar dhe një udhëzues i cili tregon mënyrën se si aplikohet dhe dokumentacioni për katës. E njëjta gjë ka ndodhur dhe në faqen e Institutit të Sigurimeve të Italisë. Në varësi të rastit, aplikimet janë edhe fizikisht, por edhe online në faqen e-Albania. Por si për shqiptarët në Itali dhe italianët në Shqipëri, aplikimi apo plotësimi i dosjes mund të ofrohet edhe si shërbim nga zyrat e sindikatave pa pagesë. Institucioni jon, Patronato Inas Cis, i cili ka zyrat e veta në të gjithë territorin italian, është i shtrirë gjërësisht me 1000 zyra, po ashtu edhe prej 13 vitesh e kanë hapur zyrën e tyre në Tiranë, i ka pasur gjithmonë dyert të hapura që t'i asistoj, t'i ndihmoj që nga fillimi deri në fund qytetarë shqiptar që ndodhen në Itali, por jo vetëm edhe italianë që ndodhen në Shqipëri. Pritshmëritë janë që çdo vit rreth 500 individ do të jenë subjekt i aplikimit për pension pleqërie.